Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, i burgosur prej tetorit 2024, i ka dërguar një shkresë zyrtare SPAK-ut ku kërkon të merret në pyetje për 21 janarin. Në kërkesën e tij, Meta deklaron se zotron të dhëna që nuk janë në dieni të grupit hetimor. Nuk dihet arsyeja sepse Meta zgjodhi të flasë tani dhe jo më parë. Në janar 2011, Ilir Meta ishte zëvendës kryeministër, ndërsa Sali Berisha kryeministër, në një prej ditëve më të errta të politikës shqiptare, ku 4 protestues, Ekuran Deda, Ziver Vezi, Faik Myrtaj dhe Alex Nika, mbetën të vrarë nga plumbat e lëshuar nga kryeministria. 21 janari u cilësua zyrtarisht krim shtetëror nga gjykata e Strasburgut, duke i hapur rrugë vendimit të gjykatës së lartë të 12 marsit të 2024, që urdhëroi SPAK-un të hapë sërish hetim për çështjen. Ndërkohë, vetëm 2 persona, ish komandanti i gardës Ndrea Prendi dhe efektivi Agim Lupo, u dënuan fillimisht nga Prokuroria e Tiranës me 1 dhe 3 vite burg, të cilët prej kohësh janë të lirë. Më korrik 2024, SPAK regjistroi procedimin penal për 3 akuza: vrasje në rrethana të tjera cilësuese në bashkëpunim, shpërdorim detyre dhe pengim të zbulimit të së vërtetës, të gjitha të kryera në bashkëpunim. Me rikthimin e Metës si dëshmitar i papritur, mbetet për t'u parë çfarë kthese do të marrin hetimet për krimin shtetëror të 21 janarit.